konferencën me një video, e cila është një video që i dedikohet të drejtave të njeriut. Le ta ndjekim së bashku. Stop! I said stop! You need to stop doing that. I said stop it! Stop! That doesn't matter. There's no excuse. Yeah, we need to chat with him. Hey, come here, Ne të please. gjithë kemi fuqi të ndalojmë dhuna. Nëse sheh mos respektim, mos hesht. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rreth 1 në 3 gra kanë përjetuar dhunë fizike dhe ose seksuale nga partneri i tyre, ose dhunë seksuale nga persona që nuk janë partner gjatë jetës. 25 nëntori është dita ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave. Kjo ditë shërben për të ndërgjegjësuar shoqërinë mbi dhunën fizike, psikologjike, seksuale dhe ekonomike që shumë gra përjetojnë çdo ditë. Është një thirrje globale për solidaritet, për mbështetje ndaj viktimave dhe për veprime konkrete për të ndalur këtë plagë shoqërore. Në këtë ditë, ne kujtojmë se dhuna nuk është çështje private, por një shkelje e të drejtave të njerëzit, dhe se secili prej nesh ka një rol në parandalimin e saj. Dhuna ndaj grave nuk është thjesht një problem social. Është një plagë që prek zemrat, familje dhe shpresat tona. Është heshtja që shpërthen brenda mureve të shtëpisë. Stop! I said stop! He needs to stop doing that. I said stop it! Stop! That doesn't matter. There's no excuse. Yeah, we need to chat with him. Hey, come here, Ne të please. gjithë kemi fuqi të ndalojmë dhunën. Nëse sheh mos respektim, mos hesht. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rreth 1 në 3 gra kanë përjetuar dhunë fizike dhe ose seksuale nga partneri i tyre, ose dhunë seksuale nga persona që nuk janë partner gjatë jetës. 25 nëntori është dita ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave. Kjo ditë shërben për të ndërgjegjësuar shoqërinë mbi dhunën fizike, psikologjike, seksuale dhe ekonomike që shumë gra përjetojnë çdo ditë. Është një thirrje globale për solidaritet, për mbështetje ndaj viktimave dhe për veprime konkrete për të ndalur këtë plagë shoqërore. Në këtë ditë, ne kujtojmë se dhuna nuk është çështje private, por një shkelje e të drejtave të njerëzit, dhe se secili prej nesh ka një rol në parandalimin e saj. Dhuna ndaj grave nuk është thjesht një problem social. Është një plagë që prek zemrat, familjet dhe shpresat tona. Është heshtja që shpërthen brenda mureve të shtëpisë, aty ku duhet të kishte ngrohtësi, siguri dhe dashuri. Sot flasim për gratë, për ato që kanë folur dhe për ato që ende nuk munden. Për ato që çdo ditë ngrihen me buzëqeshje të detyruar, duke fshehur brenda vetes frikën, dhimbjen, turpin që nuk u përket. Flasim për ato që e kanë parë dashurinë të shndërrohet në kontroll, xhelozia në kërcënim, përkëdhelia në frikësim. Për ato që e kanë ndier se jeta e tyre po ngushtohej, ndërsa ëndrat po shuheshin një nga një. Dhuna ndaj grave nuk është vetëm një shuplak. Nuk është vetëm një britm. Nuk është vetëm një kërcënim. Dhuna nis atje ku fillon nënvleftësimi, ku fjala përdoret për të prerë, jo për të ndërtuar. Atje ku gruaja shndërrohet nga partnere në pronë, nga njeri në objekt. Por sot, ne jemi këtu për të thënë diçka të qartë. Asnjë grua nuk është vetëm. Asnjë grua nuk duhet të zgjohet me frikë. Asnjë grua nuk duhet të luftojë vetme për dinjitetin dhe jetën e saj. Ne jemi këtu për t'u bërë zë atyre që nuk kanë zë.
për t'i dhënë kuraj atyre që ende po hezitojnë të flasin. Për t'u kujtuar të gjithave se fuqia e tyre është shumë e madhe se çdo dhunë, se çdo plag, se çdo natë e errët. Dhe kur një grua ngrihet, ajo ngre me vete edhe vajzat e saj, edhe komunitetin, edhe shoqërinë. Është koha që dhuna të mos fshihet më pas perdeve. Është koha që të mos shikohet më si punë shtëpie, apo si diçka që ndodh në të gjitha familjet. Jo, përgjegjësia është e të gjithëve, e institucioneve, e komunitetit, e miqve, e fqinjëve, e secilit prej nesh. Sepse një jetë mund të shpëtohet vetëm duke hapur një derë, duke bërë një telefonat, duke dëgjuar pa paragjykim, duke treguar se kujdesemi. Por përtej dhimbjes, ka edhe shpresë. Ka gra që ja dolën, ka gra që i gjetën dritën pas rrugëve të errëta, që rindërtuan veten, jetën, buzëqeshjen. Ka gra që sot janë shembull guximi, dhe janë prova më e gjallë se dhuna nuk është fundi, por një sfidë që mund të kapërcehet me mbështetje dhe dashuri. E ora dalle uno schiaffo. Uno schiaffo forte. Uno schiaffo. Dai. No? No. No. Non ce la do. No. No. No? E perché no? Perché lei è femmina. Non ce la posso mai dare. Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare. Prima cosa è bellina e non glielo posso dare. Perché è una ragazza. Perché sono contraria alla violenza. Si dice anche le donne non si devono toccare nemmeno con un fiore. E perché? Sono uomo. Me fjalimet e panelit, për duke qenë se panelistët janë shumë të prekura, dhe t'jepja 1 minutë kohë sa të qetësohen pak dhe të marrin fjalën secili prej tyre.